Përshëndetje. Jam sot para jush për të vlerësuar vizitën e Ministrit të Punëve të Jashtme zotit Panariti në Greqi, si një vizitë të rëndësishme, e cila me çështjet që u diskutuan, me qëndrimet që u mbajtën dhe me rezultatet e saj, besoj se do të kontribuoj vërtet për një start të ri në marrëdhëniet midis dy vendeve, marrëdhënie shumë të rëndësishme për të dyja vendet dhe popujt tanë, marrëdhënie shumë të rëndësishme njëkohësisht për stabilitetin, paqen dhe integrimin evropian njëkohësisht të rajonit tonë. Në radhë parë, unë do të vlerësoja faktin se gjatë kësaj vizite janë trajtuar të gjitha çështjet. Ato që konsiderohen çështje të vështira dhe të bartura nga e kaluara, por edhe çështjet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me progresin e marrëdhënieve midis dy vendeve dhe që kanë të bëjnë edhe me kujdesin ndaj qytetarëve tanë në mënyrë të veçantë dhe njëkohësisht në lehtësimin e komunikimit dhe bashkëpunimit për shkak të pengesave dhe vështirësive të ndryshme, sidomos në fushën e transportit apo në atë të patentave. Lidhur me çështjen tepër të debatuar për një kohë të gjatë, atë të kufirit detar midis dy vendeve, mendoj se qëndrimi i ministrit të jashtëm ka qenë tepër parimor dhe transparent, ka qenë ashtu sikurse edhe në Tiranë, që kjo çështje do të zgjidhet në respekt të kushtetutës të vendit tonë, në respekt të ligjeve kombëtare dhe të atyre ndërkombëtare, që tregon vullnetin për të zgjidhur një çështje të tillë me transparencë të plotë dhe në respekt të kushtetutës vendit, të vendimit të gjykatës kushtetuese, njëkohësisht edhe të ligjit të ndërkombëtar. Po kështu duhet të vlerësoj faktin e ngritjes së çështjes çame dhe të pronave të shqiptarëve në Greqi, në të gjitha takimet zyrtare dhe në mënyrë të veçantë duhet të theksoj rëndësinë që ka jo thjesht ngritja, por edhe përpjekjet për zgjidhjen e kësaj çështje si një hap i rëndësishëm për të forcuar në mënyrë edhe më parimore, edhe më substanciale, marrëdhëniet midis dy vendeve. Ngritja e kësaj çështje në mënyrë konstruktive, në mënyrë parimore, bazuar në drejtat e njerëzit, bazuar në gjitha konventat evropiane dhe ndërkombëtare, i ndihmon dhe i forcon marrëdhëniet midis dy vendeve tona. Njëkohësisht edhe fakti që Ministri Panariti ka kërkuar abrogimin përfundimtar të një ligji absurd të atij të luftës me Shqipërinë, mendoj që është një tjetër hap i rëndësishëm për të larguar hijet së kaluarës nga marrëdhëniet midis dy vendeve, të cilat duhet të jenë marrëdhënie të ngushta, të bashkëpunimit, të mirëbesimit në emër të një të ardhme të përbashkët për dy vendet tona dhe për gjithë qytetarët tanë. Është e rëndësishme njëkohësisht të nënvizohet edhe vullneti dhe gatishmëria për të evituar në të ardhmen incidente të cilat krijojnë shqetësime për qytetarët, por edhe krijojnë mundësi për të helmuar klimën
politike midis të dy vendeve, sikurse janë penalizimet e padrejta në disa raste ndaj qytetarëve shqiptar në respektimin e afateve të hyrje-daleve nga shteti grek, si dhe për të mbajtur për gjitha këto raste një qëndrim unik sipas kritereve të marrëveshjes Schengen. Theksova dhe më parë se i çështje e rëndësishme konkrete në interes të bashkëpunimit ka qenë kërkesa e ministrit të jashtëm zotit Panariti për të zgjidhur sa më parë gjendja e bllokimit të linjave të transportit urban. Dhe po kështu edhe për të përfunduar sa më shpejt marrëveshjen për njohjen reciproke të patentave për automjetet. Mendoj se njëkohësisht angazhimi i Greqisë gjatë kësaj vizite për të mbështetur procesin e integrimit evropian, larg kushtëzimeve të përmendura më parë edhe në mënyrë spekulative, tregon vullnetin e të dyja vendeve, vullnetin e të dy palëve për të shërbyer jo vetëm forcimit dhe përmirësimit të marrëdhënieve midis dy vendeve, jo vetëm të drejtave të qytetarëve tanë, por ikosisht edhe konsolidimit të një të ardhme evropiane për Shqipërinë dhe për të gjithë rajonin tonë. Ju dini se në marrëdhënie midis vendeve qinje ndodhin edhe incidente. Rëndësi ka trajtimi i tyre. Në përgjithësi gjatë tyre 100 viteve, asnjëherë, paktën sa mbaj mend unë, pala greke nuk ka kërkuar falje për incidente të tilla. Por në këtë rast është kërkuar falje 3 herë zyrtarisht, pa u bërë 24 orë. Gjë që do thotë se në çdo rast, ajo që ka ndodhur nuk mund të ishte diçka e organizuar nga autoritetet e larta të këtij vendi mik, por fakti që 3 herë u kërkua falje në mënyrë zyrtare edhe në Tiranë, edhe në Athinë dhe në mënyrë drejt për drejt nga ministri i jashtëm Avramopoulos ndaj ministrit tonë Panariti dhe me kërkesën që kjo të bëhet publike, përsëri tregon që kemi një sukses të diplomacisë shqiptare dhe njëkohësisht një vullnet për të parë rezultatet pozitive të kësaj vizite dhe për të arkivuar incidentet atje ku e kanë vendin, pavarësisht se gjithmonë janë një ushqim i mirë për ekstremistët. Duke u referuar vizitës tuaj në Bruksel dhe një takimi me zotin Rama, është folur në fakt në shtyp për një takim që mund të ketë të bëjë edhe me zgjedhjet parlamentare të 2013, është ndoshta edhe negociata. Sigurisht që jo në Shqipëri, po jashtë Shqipërisë, por që është përfolur shumë në media këtë çështje dhe pyetja e dytë ka të bëjë me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në seancën e ardhshme do të votohen për 2 kandidatura, siç duket administrimi i zgjedhjeve do t'i do ta drejtojë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve një grua, do të jetë zonja Marsita Xhaferllari ose Lefteri Lleshi. Cilën nga këto kandidatura do të mbështetësh LSI? Faleminderit. Është një gjë e mrekullueshme që KQZ-ja pritet drejtohet nga një grua dhe shpresojmë që kjo të jetë një augur i mirë për zgjedhjet e 2013-s, edhe për gjitha zgjedhjet që do të vinë gjatë këtij leadershipi të ri të KQZ-s. Ne për këtë çështje do të shprehemi në kohën e duhur. Prioriteti im nuk janë zgjedhjet e 2013-s, të paktën deri në 20 tetor, prioriteti është rizgjedhja në krye të LSI-s. Zoti Meta, të mbetemi sërish tek negociata. Duket se Partia Demokratike dhe Partia Socialiste janë të kënaqura nëse ju do bashkëpunoni në zgjedhjet politike të vitit të ardhshëm. Në fakt, si ndihet LSI në këtë pozicion? Ju them drejtën, nuk ndjehemi mirë, sidomos unë në veçanti, që 2 gjëra tepër elementare, sikurse është rregullorja e procedurave parlamentare dhe projektligji për gjykatën e lartë, 2 kërkesa shumë të rëndësishme të Brukselit për t'i akorduar Shqipërisë në mënyrë të konsoliduar statusin e vendit kandidat, nuk po realizohen. Për
kapriqo vërtet do të thosha të dëmshme dhe të cilat absolutisht që nuk na ndihmojnë të ecim më shpejt në rrugën e integrimit evropian. Qytetarët shqiptar nuk e meritojnë që të vënohen thjesht për kapriqo në këtë proces historik për gjithë vendin, po jo vetëm për gjithë vendin tonë, për gjithë kombin tonë dhe për rajonin e Ballkanit. Faleminderit.